إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu Gjalla Gjalaluhu. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet qofshin për Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, krijesën më të dalluar nga ana Allahu Gjalla Gjalaluhu dhe vullën e pejgamberisë, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që e devijon, dhe ai I mjeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Xhamati nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësit dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Javën e kaluar diskutuam rreth temës të mallkuarit në Kur'an dhe I cekëm disa prej grupeve të cilët Allahu Gjalla Gjalaluhu I kishte mallkuar pra në Kur'anin famëlar. Ndërsa sot do të bëjmë fjalë për grupet e mallkuara në hadith. Pra e kam titulluar këtë temë të mallkuarit në hadith. Sepse ne e dim se Kur'ani dhe hadithi janë dy burimet kryesore të shariatit islam, nga të cilat mirën të gjitha rregullat dhe dispozitat islame. Pra është e radhës që pasi që I kemi përmendur të mallkuarit në Kur'anin famëlar, ti cekim apo ti përmendim edhe të mallkuarit në hadith, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I mallkoi dhe I radhiti pra në mesin e të mallkuarve. Në mënyrë që të kemi një pasqyrë më të plot rreth atyre grupeve apo atyre njerëzve, të cilët janë të mallkuar nga ana Allahu Gjalla Gjalaluhu dhe nga ana e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me anë të kësaj të llogarisim vetveten tonë dhe veprat tona dhe të shohim se vallë ne mos bëjmë pjesë në ndonjërin prej këtyre grupeve dhe kështu të mundohemi që sa më parë të largohemi nga këto grupe të cilat Allahu Gjalla Gjalaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallkuar. Nuk po pretendoj se në këtë ligjërat do t'i përmbledhi të gjitha grupet e mallkuara në hadith, sepse me të vërtet janë të shumta. Shumë prej grupeve, apo shumë prej njerëzve dhe veprave, I ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe të tij. Mirë po,
do të mundohem që t'i sjell disa grupe të cilat janë ndër më të njohurat dhe të cilat janë ndër më të rrezikshmet dhe më të përhapura, pra më të pranishme në mesin e njerëzve. Kështu që të shikojmë vetveten tonë se vallë ne mos i takojmë ndonjëri prej grupeve, na ruajt Allahu, dhe nëse eventualisht ne i takojmë apo ndonjë vepër e jona përputhet me veprën e këtyre të mallkuarve, të mundohemi që sa më parë urgjentisht t'i braktisim ato vepra dhe të pendohemi te Allahu xhalla xhelalu. Siç e cekëm edhe javën e kaluar, grupin e parë të cilën e cekëm javën e kaluar kishte të bëj me jehudët dhe të krishterët. Pra të mallkuarit prej jehudëve dhe krishterëve, të cilët Allahu xhalla xhelalu i kishte mallkuar në Kur'an. Edhe në hadith, pra, do t'i cekim si grup i parë jehudët dhe të krishterët, pra të mallkuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se pejgamberi alaihi salatu wasalam na tregon në hadithet e tij se Allahu i ka mallkuar ata. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida." Allahu i mallkoft jehudët dhe të krishterët, të cilët varret e pejgamberëve të tyre i shndruan në xhami. Pra i shndruan në faltore, në vend ku falet dhe bëhet lutje. Kjo ishte arsyeja përse Allahu xhalla xhelaluhu i mallkoi jehudët dhe të krishterët. Pra kjo ishte njëra prej arsyeve, nga sa arsyet për mallkimin e jehudëve janë të shumta dhe ajetet në Kur'an janë të shumta të cilat flasin për shkaqet dhe për veprat për të cilat Allahu i mallkoi. Pra njëra prej këtyre ishte se ata i shndruan varret e pejgamberëve të tyre në faltore, i shndruan në mesxhit apo në xhami, pra lutjet dhe ibadetet e tyre i bënin te varri i pejgamberëve, gjë e cila nuk lejohet në Islam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me jehudët e cek një hadith tjetër dhe thot: "La'ana Allahu al-yahuda hurrimat alayhim ash-shuhuma faba'uha wa akalu thamanaha wa akalu athmanaha." Thot Allahu i mallkoft jehudët, të cilëve Allahu xhalla xhelaluhu u pat ndaluar dhjamin, u pat ndaluar pra dhjamin e kafshëve për ta ngrënë, ndërsa ata çfarë bën? Ba'uha wa akalu athmanaha. U larguan nga ngrënia e dhjamit, mirë po dhjamin e shitnin dhe çmimin apo fitimin që e kishin nga ky dhjam, pra e përdornin për nevojat e veta. Pra u larguan nga haja e dhjamit, të cilën Allahu xhalla xhelaluhu u pat ndaluar, mirë po e shfrytzuan një mënyrë tjetër që të arrin deri te fitimi i dhjamit. Pra edhe nëse nuk e hëngrën, ata çfarë bën? E shisnin dhjamin dhe e hanin pra për fitimin apo fitimin nga ajo tregti e tyre e hanin. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wa inna Allaha azza wa jalla idha harrama ala qaumin akla shay'in harrama alayhim thamanahu." Shkaku i mallkimit të Allahut ishte se pejgamberi alayhi salatu wassalam thot se Allahu xhalla xhelaluhu kur i andalon një grupi të njerëzve apo një populli, kur u andalon një gjë për ta ngrënë, u andalon edhe fitimin nga ajo gjë. Pra kjo ishte arsyeja pse Allahu xhalla xhelaluhu i mallkoi dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ceki në hadith mallkimin e tyre. Pra ata u larguan nga ngrënia e dhjamit. Mirë po, çfarë bën? E shitën atë dhe çmimin dhe fitimin që e kishin nga ajo e hëngrën pra. Andaj Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, Allahu kur i ndalon një popull konsumimin e një produkti, konsumimin e një ushqimi apo e një pije, gjithashtu e ndalon edhe tregtin me të dhe fitimin
e saj që ta përdorish. Pra, nuk lejohet që Allahu Gjelle Gjelaluhu pra në një ushqim të cilin ta ka bërë haram, nuk lejohet që ti ta shesish dhe fitimin e saj ta konsumosh. Andaj pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam e cek dhe tha, ata tha u larguan nga haja e dhjamit, mirë po e shitën dhe fitimin e shfrytzuan për ta konsumuar dhe për t'i kryer nevojat e veta. Grupi i dytë, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cek si grup të mallkuar nga ana e Allahu Gjelle Gjelaluhu, janë ata persona të cilët bëjnë tatuazh, personat e sidomos gratë të cilat i ndukin vetullat e tyre, dhe ato gra apo ato burra të cilët i zbukurojnë, i gdhendin dhëmbët e tyre, pra u ndryshojnë formën dhe i gdhendin dhe që të bëjnë, që të duken pra sa më mirë, u ndryshojnë formën për të zbukuruar dhe me këtë e ndryshojnë krijimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam këto grupe njerëzish i ka cekur në një hadith dhe vetëm dhe thot: La'ana Allahu al-washimat wal-mutashimat. Allahu i mallkoft ata të cilët bëjnë tatuazh në trupin e tyre dhe ata të cilët kërkojnë që t'u bëhet tatuazh. Pra edhe ai i cili i avizaton tatuazhin në trupin e tjetrit dhe ai i cili kërkon që t'i vizatohet tatuazh, që t'i bëhet tatuazh në trupin e tij, të dy pra janë të mallkuar nga ana Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wal mutanammisat, dhe ato prej grave të cilat i heqin apo i ndukin vetullat e tyre, ju japin formë të caktuar, pra që sipas atyre të duken sa më mirë. Wal mutafallijati lil husn, dhe ato të cilët i gdhendin dhëmbët për t'ju dhënë formë të caktuar, formë të mirë, pra sipas tyre. El mughayyirati khalqallah, pra dhe me këto vepra e ndryshojnë krijimin apo krijesën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka falur njerëzit ashtu siç janë, dhe nuk lejohet që njerëzit të bëjnë intervenime të caktuara me qëllim që në thojza të duken më të bukur, nga se kështu pra ata nuk janë në pajtim me krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe me këtë veprim të tyre dëshirojnë të tregojnë se ne bëjmë diçka që Allahu nuk ka mundur ta bëj, apo që Allahu nuk ka ditur ta bëj, na ruajt Allahu. Pra ata me këtë pretendojnë se ne bëjmë diçka më të bukur se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra sikur dëshirojnë të thonë se Allahu nuk ka ditur që të na fal më të bukur, nuk ka ditur që vetullat e mia të mi bën më të bukura, andaj unë pra intervenoj dhe unë jam ai i cili e zbukuroj krijesën e Allahut, dhe me këtë pra ndryshon krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kjo është një prej grupeve të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka mallkuar. Mirë po dietarët bëjnë përjashtim, një përjashtim të vogël, dhe thonë nëse vetullat janë në formë të tillë që e shëmtojnë pra dukjen e njeriut, pra kanë disa çrregullime, mund të themi në thojza, për shembull janë vetullat e ngjitura, atëherë lejohet që në mes të tyre të bëhet një shkëputje, pra intervenime të vogla të cilat nuk bijnë si të shëmtuara në syrin e të tjerëve. Pra nëse bëhet me këtë qëllim, dietarët thonë është e lejuar, edhe nuk ka gjë të keqe, nuk ka mëkat në këtë. Mirë po nëse bëhen thjesht vetëm për t'ju dhënë formë, vetëm për t'u zbukuruar, dhe në thojza për t'u dukur sa më të bukur dhe sa më të mirë, Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë e ka ndaluar. Pra i ka ndaluar atë i cili bën tatuazh në trupin e tjetrit dhe ai i cili kërkon që t'i bëhet tatuazh, po ashtu e ka ndaluar, pra i ka mallkuar ata të cilët i heqin vetullat e tyre, e sidomos në këtë grup bëjnë më tepër gratë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur këtë në gjinin femërore. Pra ka thënë wal mutanammisat, dhe ato është fjala për gratë të cilët i ndukin vetullat, edhe pse
kohëve të fundit kam dëgjuar se edhe disa prej burrave pra kërkojnë që t'ju jipet formë vetullave të tyre, pra edhe ata bëjnë pjesë në këtë hadith, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj vazhdon dhe thot, dhe ato gratë të cilët i gdhendin dhëmbët e tyre për t'ju dhënë formë më të bukur pra sipas atyre, dhe me këtë e ndryshojnë krijesën e Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë këto tre grupe pra tatuazhin, ndukjen e vetullave dhe gdhendjen e dhëmbëve, të cilat janë me qëllim për të dukur më mirë, pra të gjithmonë themi në thojza, sepse ajo që Allahu xhalla xhelaluhu ka krijuar, ajo është e mirë, dhe çdo ndryshim që bëhet pra për të cilin nuk ka nevojë, pra atëherë kjo llogaritet pra si ndryshimi i krijesës së Allahut, dhe këto grupe njerëzish janë të mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu. Grupi i tretë, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar, ka të bëj me disa gra të cilat i lidhin flokët me flokë të tjera. Flokët e tyre i lidhin me flokë të tjera, qoftë me flokë natyrore të ndonjë gruaje tjetër, apo qoftë me flokë artificiale. Dhe këtë normalisht e bëjnë pra për të dukur më mirë, kinse Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka mundur të arrit flokët atyre, e ato tani duhet që të intervenojnë pra në mënyrë që të arrin një farë lloj bukurie sipas atyre, gjë që është e ndaluar në Islam. Aisha radhiyallahu anha tregon dhe thot, një grua prej ensarve e kishte martuar vajzën e saj. Dhe pas një kohe pas martesës, asaj kishin filluar t'i rallohen flokët. Kishin filluar t'i bin flokët, pra t'i rallohen, dhe erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nëna e kësaj vajzës erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregoi rastin e rënjes së flokëve të bijës së saj, dhe i tha se mua më ka urdhëruar dhëndri im që unë t'ia lidh apo t'ia ngjes flokët, t'ia zgjas flokët vajzës sime në mënyrë që ajo të duket më bukur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la innehu qad lu'ina al-musilat. Jo, tha, nuk lejohet, sepse ato të cilët i zgjasin flokët, pra qofshin me flokë natyrore i lidhin dhe i zgjasin, apo të cilat i bëjnë me flokë artificiale, pra që të duken më të dendura dhe më të mbushura, tha këto gra të tilla, tha, janë të mallkuara. Tha, janë të mallkuara nga ana Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj nuk lejohet pra që të bëhet një gjest i tillë. Këtu pra hyn edhe mbjellja e flokëve, e cila është shumë aktuale kohëve të fundit. Pra, nëse Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar që të sprovoj për shembull me një sprovë të tillë, atëherë bëj durim. Bëj durim dhe këtë llogaritë se Allahu xhalla xhelaluhu do ta shpaguaj edhe në këtë botë, por ajo që është më me rëndësi është se do ta shpaguaj këtë në ahiret. Do të kesh shpërblime të mëdha për sabrin tënd dhe do ta tregosh pra imanin dhe bindjen tënde ndaj Allahut subhanahu wa taala se unë nuk jam ai i cili kam mundësi të bëj një gjë të cilën Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka dashur ta bëj. Allahu ka mundësi që të gjithë njerëzit t'i bëj të bukur, që të gjithë njerëzit t'i bëj me flokë të dendura dhe të bukura e të gjata. Mirë po, disa prej njerëzve Allahu xhalla xhelaluhu i sprovon, siç i sprovon edhe me sprovat e tjera, në mënyrë që t'i shikoj se si do të veprojnë ata. Andaj, duhet të kemi kujdes pra, e sidomos gjinia femrore, që të bijë në këso lloj sprovash, pra të bijë në këso lloj testesh, të cilat Allahu xhalla xhelaluhu i ka mallkuar pra, dhe të ruajnë vetveten e tyre të mos bijnë në këtë grup. Grupi tjetër apo i katërt me radhë, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur si grup të mallkuar në hadithet e tija, është ai i cili e ha kamatën dhe i cili punon me të. Ai i cili e ha kamatën dhe punon me të, transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar këto dhe thot: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila ar-riba wa mu'kilahu
wa katibahu wa shahidayhi. Jabiri radiallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar ngrënësin e kamatës. E ka mallkuar atë i cili e jep kamatën, pra ai i cili e merr kamatën dhe ai i cili e jep kamatën, i ka mallkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot i ka mallkuar atë i cili ndërmjetëson, pra në kamat, i cili e shkruan, pra i bën një kontratë në mes dy personave se filani merr nga filani kaq dhe duhet t'ja kthej kaq dhe këto i shkruan pra në kontratë. Edhe ky person i cili merr pjesë pra në shkrimin e kontratës mes dy personave që e japin dhe e marrin kamatën, edhe ky është i mallkuar wa shahidayhi, edhe dëshmitarët të cilët dëshmojnë për këtë gjë. Pra me një fjalë të gjithë ata të cilët marrin pjesë në një farë mënyre, qoftë në mënyrë direkte apo indirekte, janë të involvuar në këtë gjë të shëmtuar, janë të gjithë pra të futur me një grup dhe të gjithë janë të mallkuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe ai që e jep, edhe ai që e merr kamatën, edhe ai i cili e nënshkruan kontratën e kamatës dhe dëshmitarët të cilët prezantojnë në këtë shkrim të kësaj kontrate, të gjithë pra këta hynë me një thes dhe janë të mallkuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një sëmundje e cila ka kapluar tërë botën. Ka ekzistuar edhe më herët dhe ekziston edhe ditëve të sotit. Dhe është i vetmi mëkat të cilin Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në Kur'anin famëlar dhe thot se ata të cilët japin e marrin kamatën dhe punojnë me kamat, atëherë thot ata i kanë shpallur luftë Allahut subhanahu wa ta'ala. I vetmi mëkat për të cilin Allahu xhalla xhelaluhu thot se ata i kanë shpallur luftë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe i kanë shpallur luftë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çështja është shumë serioze. Ka njerëz të cilëve Allahu u ka dhënë pasuri, të cilën ndoshta e kanë fituar edhe vet, ose e kanë trashëguar prej prindërve, mirë po këtë pasuri ata e shumojnë pra me anë të kamatës dhe nuk punojnë, rrinë vetëm duke e kaluar kohën kot dhe me këtë pasuri të cilën Allahu ua ka dhënë, ata pra bëjnë keqpërdorime kur i shohin njerëzit e tjerë të cilët janë në gjendje të vështirë, pra i jep borxh, mirë po i kërkon kamat. Kjo është, domethënë, mëkati i vetëm për të cilin Allahu xhalla xhelaluhu i shpall luftë atij personi. E nëse atij personi që e merr dhe e jep kamatën, ja merr mendja se ka mundësi që të triumfojë në luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij, le të vazhdojë. Mirë po le ta di pra rëndësinë dhe peshën e këtij mëkati në Islam, e Allahu pastaj thot: "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." E nëse ju pendoheni prej kësaj vepreje, atëherë juve ju takon pasuria e juaj. Pra ajo që e keni pasur as më tepër as më pak, la tadhlimuna wa la tudhlamun, dhe as nuk i bëni të tjerëve dëm e as juve nuk ju bëhet dëm. Pra Allahu xhalla xhelaluhu këtë grup njerëzish dhe të gjithë ata të cilët marrin pjesë pra në mënyrë direkte apo indirekte, i ka mallkuar dhe i ka mallkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Grupi tjetër të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në për hadithet e tij e ka mallkuar janë burrat të cilët ju përngjajnë grave dhe anasjelltas gratë të cilat ju përngjajnë burrave. Pra qoftë në të folurit e tyre, qoftë në veshjen e tyre, qoftë në sjelljen e tyre, qoftë në lëvizjet e tyre, pra gjithçka që një burr mund t'i përngjajë një gruaje, pra të ketë disa cilësi prej grave, ose e kundërta ndonjë grua të ketë disa prej cilësive të burrave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar pra këto. Në një hadith të cilin e cek Amr ibn Asi dhe Ibn Abbasi radiallahu anhum, ata thonë: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal." Thonë
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar ata burra të cilët ju përngjajnë grave dhe i ka mallkuar ato gra të cilat ju përngjajnë burrave. Pra duhet pasur shumë kujdes si flasim, si sillemi, si vishemi, pra të gjitha veprimet e burrit duhet të jenë ashtu siç i ka hije burrit, ndërsa të gjitha veprimet e grave dhe lëvizjet e tyre, të folurit e tyre, veshja e tyre e kështu me radhë duhet të jetë në përputhje me natyrën e saj, ashtu siç i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, andaj i ka krijuar dy gjini dhe i ka bërë të jenë të dalluara njëra nga tjetra. Pra burrit i takon ajo natyrë e tij në të cilën Allahu e ka krijuar dhe gruas i takon natyra e saj në të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar dhe nuk lejohet pra që njëri tjetrit pra t'i përngjajnë sepse këto bin në atë grupin e mallkuar të Allahut subhanahu wa taala. Sepse sikur të kishte dashur Allahu që një njeri, një burr ta krijojë grua, do ta kishte bërë. Mirë po, dëshira e Allahut ka qenë që ai të jetë burr, ose e kundërta, sikur të kishte dëshiruar Allahu që një grua ta bëjë burr, do ta kishte bërë, dhe dëshira e Allahut ka qenë që ajo të jetë grua, andaj pra duhet të jemi në pajtim me atë të cilën Allahu xhalla xhelaluhu na ka krijuar dhe të mos mundohemi pra të dalim prej natyrës son, sepse atëherë do ta meritojmë mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Grupi tjetër të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar është vjedhësi. Pra ai i cili vjedh. Ky bën pjesë në të mallkuarit, të cilët Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith e cek këtë gjë, këtë vepër të shëmtuar, të cilin e bën njeriu pra e që është vjedhja dhe thot: La'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Thot Allahu e mallkoft vjedhësin. E vjedh thot një vezë dhe për atë shkak i pritet dora, dhe e vjedh një litar dhe për atë shkak i pritet dora. Ne e dim se dënimi i vjedhësit në Islam është që t'i pritet dora. Pra andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e cek thot për një vezë të cilën ai e vjedh pra e rrezikon që t'i pritet dora e tij, dhe për një litar të cilin ai e vjedh pra e rrezikon që t'i pritet dora e tij dhe gjatë gjithë jetës së tij të mbetet pa dorë, për shkak të një gjëje shumë tepër të shëmtuar. Pra me këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam dëshiron të na tregojë domethënë se kjo vepër e cila është e shëmtuar e meriton pra që të jetë personi i tillë të jetë i mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe vjedhja, qoftë e vogël apo qoftë e madhe, kjo hyn në grupin e mallkuar të Allahu xhalla xhelaluhu, ndërsa pastaj dënimi i Allahut subhanahu wa taala ndryshon. Ai i cili vjedh më pak në botën tjetër do të dënohet me dënim më të lehtë, ndërsa ai i cili vjedh më tepër do të dënohet në mënyrë më të rëndë, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-jaza'u min jinsil amal, shpërblimi apo dënimi varen pra nga vepra, nga pesha e veprës e cila bëhet. Pra nëse është e madhe, atëherë shpërblimi apo dënimi janë të mëdha, dhe nëse ajo vepër është e vogël, shpërblimi dhe dënimi do të jenë më të vogla. Mirë po sido që të jetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur rastin më të vogël kur mund t'i pritet dora njeriut, dhe për këtë e ka cekur pra se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka mallkuar dhe se ai me gojën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu e ka mallkuar. Grupi tjetër të cilin Allahu xhalla xhelaluhu e ka mallkuar është ai person i cili e mallkon babain e vet apo i mallkon prindërit e vet. Një njeri i cili e mallkon babain apo prindërit e tij, babain dhe nënën, edhe Allahu xhalla xhelaluhu do ta mallkojë atë person. Andaj duhet të kemi kujdes si sillemi me prindërit tanë, sepse Allahu xhalla xhelaluhu e ka vendosur respektimin ndaj prindërve, e ka bërë pra e ka lidhur drejt për drejt me respektimin e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Andaj Allahu xhalla xhalaluhu thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Thot Zoti yt ka sjellur vendim që ti të mos e adhurosh askënd përpos Allahut dhe me prindërit e tu të sillesh mirë. Pra e ka lidhur njërën me tjetrën. Nëse ti me prindërit nuk sillesh mirë, je mos respektues ndaj atyre, dije se ti në fakt je mos respektues edhe ndaj Allahut. Andaj pra këto vepra lidhen njëra me tjetrën. Andaj pra Allahu xhalla xhalaluhu e ka mallkuar atë person i cili e mallkon babain e tij apo prindërit e tij, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "La'ana Allahu man la'ana walidahu." Allahu e mallkoft atë njeri i cili e mallkon babain e vet. Dhe në një transmetim të tjetër thot: "La'ana Allahu man la'ana walidayhi." Allahu e mallkoft atë njeri i cili i mallkon prindërit e tij, pra edhe babain edhe nënën. Në një grup tjetër i cili është prej të mallkuarve nga ana Allahu xhalla xhalaluhu, dhe me këtë grup dëshiroj që ta përfundoj pra këtë temë, që të mos zgjatet tepër, ka të bëj me njeriun i cili pret kurban jo për hir të Allahut. Pra pret kurban për hir të ndonjë krijese tjetër, pavarësisht se cila është ajo krijesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." Mallkimi i Allahut qoftë mbi atë njeri i cili pret kurban për hir të dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe ne jemi dëshmitar se në kohën e sodit ka njerëz të tillë, e sidomos njerëzit të cilit shkojnë te fallxhorët dhe te sihirbazët e ndryshëm, e ata i u thon atyre: "Nëse ti dëshiron të shërohesh, duhesh të therrësh një kurban në filan vendin, ngjyra e kurbanit për shembull të jetë me filan ngjyrë, dhe gjakun e këtij kurbani pra ta fusish në tokë, e kështu me radhë, pra disa kushte dhe disa gjëra të cilat janë totalisht të ndaluara në Islam." Dhe si fillimisht vetë shkuarja e njerëzve të personat të tillë është e ndaluar, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Men ata arrafan aw sahiran aw kahinan falam yusaddiqhu bima yaqul fala yuqbalu salatuhu 40 yawma." Ai i cili shkon te fallxhorët, te sihirbazët, pra vetëm shkon thjesht te ata, mirë po nuk ju beson fjalëve të cilet ata i thon, thot nuk do t'i pranohet namazi i tij 40 ditë. Pra një njeri ka mundësi të thot: "Unë shkoj te sihirbazët, mirë po nuk ju besoj atyre." Pra vetëm thjesht shkoj për kuriozitet. Mirë po ne i themi atij se nëse ti shkon vetëm për kuriozitet, vetëm thjesht për të shkuar, vetëm për të shikuar se çka do të më thonë, ne i themi atij se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se namazi yt nuk pranohet 40 ditë. Pra nëse ti e fal namazin, 200 namaze me rand nuk pranohen 40 ditë nga 5 namaze, dije që edhe nëse i fal nuk të pranohen, vetëm se ke shkuar te ai, edhe pa i besuar. Mirë po çfarë ndodh nëse ti shkon dhe i beson? Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Men ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ai i cili shkon te fallxhorët, shkon te sihirbazët, shkon te magjistarët dhe i u beson atyre atë që ata thon, le ta di se ai e ka mohuar atë e cila i është shpall Muhammedit. Pra e ka mohuar Kur'anin famëlar, me një fjalë ka dalë prej Islamit. E pra sihirbazët janë të tillë të cilët vet kanë bërë kufër, të cilët vet presin kurbana për xhinat dhe për shejtanat e tyre, dhe me këtë vepër i urdhërojnë edhe njerëzit, pra në thojza që të shërohen, edhe pse shërimi është vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe mund të jetë shërimi vetëm në atë rrugë të cilën Allahu e ka bërë të lejuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të lejuar, e që në literaturën islame njihet ar-ruqyatu bil Qur'ani was sunnah, pra fryrja me Kur'an dhe me sunnet. Pra fryrja me Kur'an ashtu siç Allahu e ka legalizuar dhe në praktikën apo metodën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këta njerëz pra
janë ata të cilët i urdhërojnë të tjerët që të presin kurban, jo për hir të Allahut, po për hir të ndonjë shejtanit apo xhinit dhe përveç se veten e kanë futur në kufër, dëshirojnë që edhe të gjithë njerëzit e tjerë t'i fusin në kufër. Na ruajt Allahu subhanahu wa ta'ala prej sherrit të tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me këtë thot, në një ajet i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Pra të gjitha veprat e muslimanit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nëse ai pret kurban, jo në emër të Allahut, por për dikë tjetër, le ta di se e ka merituar mallkimin e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe në këtë botë, ndërsa në botën tjetër do të jetë prej të dëshpëruarve dhe të dështuarve. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë që ne të jemi prej ndonjërës prej këtyre grupeve të cilat i cekëm në këtë ligjërat, dhe elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëjë sa më të devotshëm, ndërsa në ligjëratat e tjera inshallah do të vazhdojmë me grupet e tjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar në hadith. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyal azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.